Kur drejtori Steve po kalonte pranë një pastruese, ai pa një varse në qafën e saj. Menjëherë pasi e pa, u drodh nga kokat e këmbët. Pastaj me sy të mbushur me frikë, ai kapi duart dhe e futi në zyrën e tij. "Kush ta dha këtë varse?" pyeti ai, duke shpresuar se dyshimi i tij ishte i drejtë. "Jeta," thon njerëzit, "është e mbushur me ulje ngritje, dhe Violeta, e cila u rrit në një jetimore, kishte pjesën e saj për të treguar. Por tani në moshën 28 vjeçare, ajo punonte si pastruese dhe vetmja gjë që kishte rëndësi për të ishte vajza e saj 5 vjeçare, Hope, të cilën e kishte jashtë martese. Kishte edhe një gjë tjetër që ajo e kishte të dashur, një varse, dhe do t'ju tregoj për të së shpejti. Violeta tani jetonte në një apartament modest të paguar plotësisht nga shefi i saj Steve, një burr rreth të 50-tave. Ky burr nuk e njinte vajzën, por pati keqardhje për të dhe e punsoi atë ditë që e ndihmoi. Violeta mund të thoshte se po kalonte gjithashtu një ditë të keqe. Sytë e tij dukeshin të skuqur dhe të fryrë, sikur të kishte qëndruar zgjuar duke qarë gjithë natën. Pasi Violeta filloi punën e saj në kompani, ajo dëgjoi thashe theme të ndryshme për shefin e saj. Disa thanë se gruaja e tij vdiq gjatë lindjes, ndërsa të tjerë thanë se nëna e tij vdiq gjatë rrugës për ta vizituar. Sido që të ishte, të gjithë e dinin se ai ishte zemërthyer dhe i traumatizuar. Ndërsa të tjerët e adhuronin, disa mendonin se ai ishte një njeri i dobët që nuk mund të kalonte të kaluarën e tij. Por për Violetën, ai ishte një shpëtimtar dhe ajo nuk e mori si të mirëqen mirësinë e tij. Ai ishte arsyeja pse ajo tani kishte një çatim mbi kokë dhe gjithashtu po zgjohej çdo mëngjes me një zemër mirënjohëse. Në mëngjes të vitit 2018, Violeta, si zakonisht, i dha vajzës së saj një puthje për mirëmëngjes. "Nuk e di si, por të premtoj se do të jap një jetë të mirë", i tha ajo vajzës së saj, e cila ishte në gjumë të thellë. Violeta e donte shumë vajzën e saj, kështu që nuk mund ta kuptonte pse prindërit e saj e braktisën. Pjesa e trishtueshme e asaj ishte se ajo nuk mund të mbante mend asgjë nga jeta e saj përpara se të gjendej në jetimore. Violeta ishte vetëm 3 vjeç kur u gjet në një stacion treni. Ajo duke e uritur dhe dobësuar, kështu që shpëtimtarët e saj e dinin se ajo nuk kishte ngrënë për ditë të tëra. Njerëzit që e gjetën e çuan në një stacion policie dhe përfundimisht u dërguan në një jetimore. Me të porritur atje, Violeta nuk i tha asnjë fjalë askujt. Ajo ishte dukshëm e traumatizuar nga ngjarjet e ditëve të kaluara. Ajo nuk mund të mbante mend asgjë për veten e saj, kështu që mjekët e diagnostikuan atë me amnezi disociative. Për vite me radhë, Violeta mbeti e heshtur dhe sikletshme për shkak të sfidave të saj shëndetësore. Shpejt, ajo u kalua për birësim. Megjithatë, për habin e të gjithëve, kur Violet mbushi 14 vjeç, ajo u zgjua një mëngjes, shkoi në shtratin e një adoleshenteje dhe filloi një bisedë me të. Që atëherë Violeta doli nga guaska e saj e heshtjes. Stafi u trondit kur mësoi se ajo ishte shumë e zgjuar. E nxorrën nga shkolla me nevoja të veçanta dhe e regjistrua në një shkollë të mesme me fëmijët e tjerë. Ishte gjithashtu gjatë kësaj kohe që Violeta u bë kurioze për varsen. Ekipet e shpëtimit i gjetën varsen në qafë në stacionin e trenit dhe askush nuk ja hoqi. Kush mund t'i kishte dhuruar asaj një bijuteri kaq të bukur? Çfarë bëri ajo për të merituar një thesar të tillë? Violeta shpesh mendonte se e dinte që varsja kishte të bënte me të kaluarën e saj, kështu që ngushëllonte vetes se ndoshta kishte dikë që e donte dikur gjatë ditëve të fëmijërisë. Pas mbarimit të shkollës së mesme, Violeta fitoi një bursë për të studiuar në universitet. Pikërisht atje ajo takoi Oelin, baban e fëmijës së saj. Gjërat ndodhen kaq shpejt mes dyshës dhe Violeta ndjeu se kishte takuar dashurinë e jetës së saj. Joeli e bëri atë të ndjejë veçantë dhe dashur, kështu që ajo toleroi teprimet e tij. Në fillim të lidhjes ai ishte i kujdesshëm, por gjërat ndryshuan papritur dhe ai filloi të godiste Violetën. Megjithatë,
Sa herë që kërkonte falje për gabimet e tij, Violeta e priste krah hapur. Pastaj një ditë, Violeta nuk ndjehej mirë dhe një test konfirmoi se ajo ishte shtatzan. Mirish Joeli i tha asaj se nuk ishte gati të bëjë baba. Ai sugjeroi ndërprerjen e shtatzanisë, por Violeta refuzoi. Nëse nuk do ta heqësh, atëherë nuk duhet të shoh kurrë atë gjë në barkun tënd. Ai përtiti dhe doli nga shtëpia. Kjo ishte hera e fundit që Violeta e pa atë. Tani që ishte krejt vetëm, Violeta vendosi të gjente një punë. Meqense barku i saj nuk dukej ende, ajo mori një punë përfaqësuese të shitjeve pasi pretendoi se nuk ishte shtatzan. Fatkeqësisht, ajo u pushua nga puna kur gunga e saj u bë e dukshme. Violeta aplikoi në kompani të ndryshme, por ata e refuzuan sepse ishte shtatzan. Pastaj një ditë ajo pa një reklam për pozicionin e një pastruese në kompaninë e Steve. Ishte një intervistë e hapur, kështu që ajo shkoi atje me shpresën për të marrë lajme pozitive. Fatkeqësisht, menaxheri i burimeve njerëzore refuzoi aplikimin e saj. Atë ditë Violeta donte të ishte dorë. Ajo qëndroi në parking dhe qau. Pse askush nuk do të tregonte dëmshuri për të? Pse ishte jeta kaq mizore me të? Mendoi ajo. Pikërisht atëherë, një makinë u ndal pranë saj dhe Steve, drejtori i kompanisë, doli nga makina. Ai dukej aq i trishtuar sa për një moment Violeta i harroi hallet dhe i erdhi keq për të. Por pavarësisht se sa i shqetësuar dukej Steve, ai vuri re se Violeta ishte në lot, kështu që e mori atë në zyrën e tij për të dëgjuar historinë e saj. Kur ajo mbaroi së shpjeguari, Steve u ngrit dhe fshiu lotët dhe pikërisht aty dhe më pas e punësoi atë si pastruese. Kur Violeta ishte shtatzan në muajin e 7, ai kërkoi asaj të dilte me leje dhe i dha edhe një leje lehonie 12 muajshe. Ai ende e paguante atë gjatë periudhës që ajo ishte larg punës. Çfarë shpirti? Që atëherë Violeta ndihej se i kishte borxh atij. Edhe pse punonte në kompaninë e Steve, ajo nuk e shinte atë gjatë gjithë kohës. Ajo shkonte në punë orën 6 të mëngjesit dhe dilte në orën 17, derisa Steve shpesh largohej nga orat 22. Ai shijonte qetësi në zyrë pasi të gjithë largoheshin. Atë mëngjes të 2018-s, kolla e lehtë e Hopit ndërpreu mendimet Violetës dhe papritur ajo ju kujtua se ishte ditëlindja e Steve. Ajo dhe Hop qëndruan zgjuar gjithë natën duke mbështjellë dhuratat për të. Dhurata e të vogles ishte një kartë letre punuar me dorë e mbushur me falënderim. Ajo gjithashtu vizatoi një puthje dhe dashuri në letër. Atë mbrëmje Violeta priti derisa të gjithë në zyrë të largoheshin para se ajo të shkonte të trokiste në derën e Steve. Ashtu siç priste ajo, sytë e tij ishin të skuqur dhe të trishtuar. Sapo pa Violetën, ai buzëqeshi me forcë dhe i kërkoi të hynte brenda. Violeta nxori dhuratat dhe ja dha. Steve zbërtheu dhuratat dhe kartolina për letre punuar me dorë e Hopit ja shkriu zemrën. Ti ke një vajzë të mrekullueshme. Unë jam shumë krenar për ju të dyja. Vetëm më tregoni nëse keni nevojë për ndonjë gjë. Unë jam i lumtur të ndihmoj, tha burri me një buzëqeshje në fytyrën e tij, por zëri i tij duke i trishtuar. Violeta mund të thoshte se shefi i saj po vuante në heshtje. Ajo kishte arritur të donte atë si baba që nuk e kishte pasur kurrë. Ajo donte ta pyeste për shqetësimet dhe frikën e tij, por në vend të kësaj, ajo e gjeti veten duke thënë: "A mund të këndoj për ty?" "Po," tha Steve me buzëqeshje. "Shumë urime për ty, shumë urime për ty," këndoi Violeta. Duke dëgjuar zërin e saj të ëmbël, shefi u ndiej gjallë dhe i lumtur. Ai e donte Violetën si një vajzë dhe ta kishte pranë në momentet e tij të pambrojtura, e bënte të lumtur. Pikërisht atëherë, Violeta shpërtheu në lot. Edhe asaj u kujtuan befas të gjitha dhimbjet e saj. Ajo do të donte të njihte prindërit e saj. Ajo dëshironte të kishte dikë që ta drejtonte dhe ta mbrojte. Duke parë gruan e re në lot, Steve ju afrua dhe e tërhoqi për një përqafim të ngrohtë. Pastaj tha: "Unë do të jem gjithmonë këtu për ty, bi." Ajo e falenderoi dhe u largua nga zyra e tij. Kaluan 2 muaj dhe Violeta nuk e pa Steve.
Ajo ishte shqetësuar për të, por më vonë dëgjoi se ai kishte shkuar në pushime. Shumë shpejt ajo mori një telefonat nga ai. Ai tha se telefonoi vetëm për të kontrolluar gjendjen e saj. Ai gjithashtu dërgoi përshëndetje për vajzën. 3 muaj më vonë, Violeta filloi në punë që në orën 6 të mëngjesit. Megjithatë, ajo u befasua kur dëgjoi hapat që ngjiteshin në shkallë. Pikërisht atëherë, ajo pa Steve. "Wow, je kthyer nga pushimet", tha ajo dhe përkëdheli varsën në qafë. Në atë moment, Steve pa varsën dhe pa pritmas i kapi duart. "Nga i ke marrë këtë varse? Sa kohë e ke? Kush ta ka dhënë?" e pyeti Steve i dëshpëruar. Varsja dukej tamam si ajo që i bleu vajzës së tij të humbur gati 25 vjet më parë. Më pas Violeta i tha Steve gjithçka për të kaluarën e saj. Kur dëgjoi se ajo ishte marrë në një stacion treni, ai filloi të gulçonte. Ai kapi përdori Violetën dhe e çoi në zyrë. Pastaj i tregoi asaj gjithçka për të kaluarën e tij. 25 vjet më parë, në ditëlindjen e Steve, ai mori vajzën e vëllait të ndjer për shëtitje në një park. Ai asa kohë kujdesi për të pasi nëna e saj kishte ngelur e vetme. Ai bleu një varse dhe ja veshi. Ata morën një tren për të kthyer në shtëpi, por për fat të keq nuk u kthyen në shtëpi së bashku. Steve u sulmua dhe në përpjekje për të mbrojtur, Steve u përlesh me disa banditë në tren që sulmuan dhe ata e hodhën atë nga treni në lëvizje. "U zgjova në një spital dhe nuk munda ta gjej vajzën pranë meje", tha Steve duke kulluar lot nga sytë. Policia e kërkoi por nuk e gjeti. Burrat e kishin marrë në një qytet tjetër. Atje ajo arriti të largohet në stacionin e trenave, por nuk mbante mend asgjë. Që atëherë ai jetoi në vetmi dhe vajsoi veten për fatkeqësinë që i ndodhi vajzës së tij. Pikërisht atëherë vuri re një nishan në cep të buzës së Violetës. Me duart të dridhura i preku të gjitha dhe tha: "E kishte dhe ai këtë nishan." Duke mos u kujdesur nëse dyshimi Steve ishte i drejtë, të dy u përqafuan me njëri tjetrin duke derdhur lot. Duke mos u humbur kohë, ata nxituan në spital dhe bën një test ADN-s dhe mendojeni çfarë. Ishte një përputhje perfekte. Ajo ishte vajza e vëllait të tij të ndjer. Vajza e humbur prej kohësh, më në fund gjeti xhaxhain e saj dhe doli të ishte njeriu që ndihmoi kur çdo person tjetër tha jo. Miq, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin dhe të klikoni zilen për më tepër video si kjo.